për ndërprerjen e linjes, ndërkohë që vazhdojmë me zonjën Koçeku. Atëherë, siç e nisëm dhe më parë, impresionet tuaja tashmë kur jeni dhe deputete? Faleminderit për hapësirën televizive. Atëherë momentalisht ashtu bën numërimi për KZAZ-2, ku bëjnë pjesë të rrethinat dhe pikërisht është kjo ZAZ që është konsideruar dhe hambari votave më të mëdha për qarkun e Shkodrës. Fatmirësisht kena një marrëvajtje të procesit të votimit, nuk ka pas asnjë incident apo përplasje dhe kjo është më e rëndësishmja. Tendenca numër 5 është shumë pozitive edhe është në rritje, kështu që jena shumë optimista për mandatin e 5 që ne synojmë. Ndërkohë që aktualisht vijon të kryesojë Partia Demokratike në fakt. Po, por mbetet për të numëruar, është alo proces në vazhdim për me finalizu përfundimin e krejt votimit. Keni qendra votimit të cilët ju i konsideroni bastion? Po, janë disa qendra votimin që nuk janë numëruar lot, që bëjnë pjesë rrethinave ku është edhe numri më i madh i votuesve, prandaj kjo na jep një optimizëm për me pa deri në fund rezultatin. Ju si kryesuese e listës, në fakt mandatin tuaj tashmë kur e keni të sigurt, për çfarë do e shfrytëzoni? Do shfrytëzoj pikërisht për atë për cilën e kam pranu pjesëmarrjen time në këtë listë për komunitetin tem, jo vetëm për atë zonë cilën prej ka vjet që është zona mi Shkodrës e Dukagjinit, por prej krejt qarkut Shkodrës, për turizmin, sektorin prej kaunve prej zhvillimit rural, për politikat rinore, për arsimin, çdo konu do të mundom që ta çoj zonin si njeri e Shqipënisë dhe si një vajzë që ka zgjedhur ta ndërtojë jetën në vendin e vet. Për shumë kënd të fakt keni qenë një surprizë, ka pasur nga ato që edhe kanë reaguar pse duhet jetë kryesuese e listës, nuk ka kontribute e të tjerë. Realisht do keni një përgjigje tashmë kur jeni deputete edhe për ata të cilët realisht u befasuan nga kryesimi i listës nga ana juaj, më duket ka qenë vetë zgjedhja e kryeministrit, kjo me sa kam informacion. Po, atëherë kjo fushat mu më ka mësu 3 gjëra kryesore që mund t'i ndaj. Që Shkodra është më e madhe se sa duket, që njerëzit janë këshilltarë më të mirë edhe që kanë nga ata që duan, ka dhe ata nga të urrejnë, qoftë edhe pa arsye, po kjo është problemi tyne. Si ka pas nga ata që janë përpjek me mnjollos edhe me anatemu, por unë nuk kam dhënë hapësina dhe nuk më ka prek fare kjo gjë sepse e njoh veten dhe unë e di se pse i kam hyrë dhe pse e kam marrë këtë mision përsipër. Dhe tek e fundit nuk besoj që është e domosdoshme të kesh një kontribut politik ose partijak, se sa është e domosdoshme që të kesh një kontribut shoqënor edhe në komunitetin prej ka vjen, edhe unë këtë e kam dëshmu mas miri ku kam ndërtu një gjë nga zeroja dhe sfidat e vendit prej ka vjen, unë i kam kthyer mundësi për krejt komunitetin. Edhe besoj kjo është gjëja më e rëndësishme që të ketë një përfaqësues i komunitetit, që të ketë bërë gjëra konkrete dhe të mos presi thjesht për me marrë karrigen e mandatin, për me kallëzu që është prezent edhe ekzistent e asaj shoqënie. Ndërkohë, çfarë do të ndodhë me Neomalsoren? E konsideruar si nëna e lumit të Shalës në fakt, por që tashmë është në një status tjetër. Falë punës shumë të madhe që kena bë me familjen teme, po dhe promovimit e rrugës identitetit edhe të rrajës së vendit prej ka vim, Neomalsoria ka kalu kufit e lumit Shalës dhe Shqipëni të bë realisht një brend ndërkombëtar dhe të marrë vëmendjen shumë mediave të mëdha ndërkombëtare. Tash Mariana dhe Neomalsoria është pjesë e identitetit teme dhe nuk janë asnjëna pa tjetrën. Agroturizmi që unë kam ndërtu me familjen time vazhdojnë t'jeti hapun i suksesshëm dhe është familja jeme që punon edhe vazhdojnë si ma përpara dhe sigurisht unë nuk do t'a lëm as dore. Ndërkohë, si e konsideroni rezultatin fakt në Bashkinë e Vallët të Dejes? Partia Socialiste, të cilën ju tashmë e përfaqësoni, forcë e tretë politike, ka qenë realisht të surprizuese. Tu pas parasysh besoj edhe aleancat që kanë të dituna midis pushtetit lokal edhe kësaj force drejtuese, nuk është se ka një surprizë e madhe, paktën jo për të tanë, përderisa paktën nga ato që është bë publike, ka një proces që ka shku në mënyrë të rregullt, atëherë mbetet për të pranuar. Unë ju falenderoj dhe ju uroj suksese. Faleminderit ju. Ka qenë kjo pak ka shumë ajo çfarë kemi diskutuar edhe me zonjën Koçeku këtu nga KZAZ numër 2 në qarkun e Shkodrës, ndërkohë që numërimi i votave vijon normalisht. Mirë të falenderoj për të gjithë raportimin, e përshëndesim dhe zonjën Koçeku për këtë prononcim për News 24.